Përshëndetje vigjëresha apo vigjëresh të dashur. Kam munguar nga që jam operuar prap. Sot më ndihem më mirë dhe jam këtu të bëj tregimin e mbylljes së vitit, ta them kështu, para se të filloj me ato çfarë na pret vitin që vjen. Ky lexim nis me 3 të shkopive. Vigjëresh, ky vit të ka kaluar, duke parë kogja përpara, duke menduar për hapa të rinj, për zgjerim, për një version tjetër të jetës tënde, si e do, çfarë duhet bërë, por shumicën e kohës ke mbetur në pritje. Edhe pak, sa të rregulloj këtë, sa të rregulloj atë, kur të jem gati, ke pasur vizion, por jo gjithmonë lëvizje. Dhe vjen në transformimi, dhe kjo më pëlqen. Kjo le të tregon se ndryshimi nuk ka ardhur i butë, ta them kështu. Diçka është përmbysur. Një mënyrë e vjetër të menduarit ose të funksionuarit nuk të ka mbajtur më aty. Prit edhe pak, ta bëj edhe këtë, ta rregulloj edhe këtë, ta rregull, çfarë do që të ketë qenë. Kjo këtu kërkon ndryshim. Dhe shumë e bukur që është mu para vitit të ri, po filloj me gjëra të reja, një version të ri të vetes tonë. Ky vit do të detyroj që po lëm pas të lëshosh kontrollin dhe perfeksionin, sepse pikërisht aty ishte bllokimi yt. Apo joni, Transformimi nuk të pyet a je gati. Ndodh, sepse është i domosdoshëm. Dhe nga kjo përplasje kalojnë në 3 të shpatës, që është një zëmër e qelluar me shpata 3 herë. Këtu shfaqet e vërteta që ka dhëmbur, ke parë qartë ku je zhgënjur, ku ke dhënë më shumë se sa ke marrë, ku ke mbajtur diçka gjallë vetëm nga përgjegjësia apo dashuria, dëshira. Kjo dhimbje nuk ishte për të zgjatur, por për të kuptuar, sepse pa të nuk do ta shihje realitetin ashtu siç është. Pra, shpeshherë themi, nuk dua ta përjetoj dhimbje. Dhimbja ndonjëherë është vërtet çlirim, është shërim. Kur e ndjejmë atë dhimbje, ku pas kemi gabuar, çfarë pas kemi bërë, tregon, na zgjon të shohim realitetin. E gjithë kjo, pra, kjo është faza ku ti ndalesh. Jo absolutisht për të izoluar vigjëresha, por për të reflektuar me qartësi. Vigjëresh, tani e di çfarë nuk do të përsërisësh më. Ky vit të ka mësuar të dallosh mes asaj që duhet të rregulluar dhe asaj që duhet lënë pas. Dhe ky dallim është çelësi që po e përdor në vitin e ri, apo që do ta përdorësh në vitin e ri. Viti i ri nuk të kërkon të rregullosh gjithçka absolutisht, të kërkon të mos e marrësh çdo gjë mbi vete si barrë. Vepro aty ku ka kuptim, vigjëresh, lësho aty ku vetëm lodhesh dhe s'ti e pas gjë. Kur pushon së përmisuari atë që s'funksionon, prit se ndoshta, prit se mbase fillon të ndërtosh diçka që po do t'jap atë që dëshiron.